Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët. Secili prej nesh kur afrohet viti i ri dëshiron që viti që vjen të jetë më i lumtur, me më pak probleme dhe më shumë fat. Për këtë arsye, prej brezash janë ruajtur disa zakone që njerëzit i bëjnë sepse besojnë se kështu viti i ri do të jetë i mbar. Në këtë video do të tregojmë ushqimet që duhet dhe nuk duhet të konsumoni. Gjithashtu dhe gjërat që duhet të bëni para, gjatë dhe pas vitit të ri. Gjërat që duhet të bëjmë para vitit të ri. 1. Mbajtja e parave në xhep ose portofol. Ky është një ritual shumë i përhapur në shumë vende të botës. Besohet se nëse hyn në vitin e ri me para në xhep, viti që vjen nuk do të ketë mungesa financiare dhe parat do të jenë gjithmonë të pranishme në jetën tënde. Zakonisht këshillohet që portofoli të mos jetë bosh. 2. Dhurimi i gjërave të vjetra dhe blerja e diçkaje të re për veten. Dhurimi i rrobave, librave apo sendeve që nuk i përdorim më, simbolizon largimin e së vjetrës dhe të panevojshmes nga jeta jonë. Ndërsa blerja e diçkaje të re për veten përfaqëson fillime të reja dhe hapjen e rrugës për mundësi dhe energji të reja në vitin që vjen. 3. Vendosja e ushqimeve në tavolinë. Orizi dhe dritherat simbolizojnë bollëkun dhe shtimin gjatë vitit. Frutat simbolike si shega, mollët apo rushi përfaqësojnë fatin, shëndetin dhe jetën e gjatë. Tavolina e mbushur tregon një vit të pasur dhe të begat. 4. Shkrimi i dëshirave në letër dhe djegja e tyre. Ky ritual praktikohet në shumë vende të botës. Dëshirat shkruhen në letër dhe digjen, me besimin se universi pranon dhe i kthen në realitet. Është e rëndësishme që dëshirat të jenë pozitive dhe të qarta. 5. Ndezja e qirinjve. Qirinjt simbolizojnë dritën, shpresën dhe mbrojtjen. Ndezja e tyre para ose gjatë natës së vitit të ri besohet se largon energjitë negative dhe sjell qetësi, ngrohtësi dhe harmoni në shtëpi. 6. Mbajtja e sendeve me ngjyrë gold. Ngjyra gold lidhet me pasurinë, suksesin dhe bollëkun. Mbajtja e një aksesori, bizhuteria apo detaji me këtë ngjyrë simbolizon dëshirën për stabilitet financiar dhe arritje personale gjatë vitit të ri. 7. Veshja e rrobave me ngjyra të veçanta. Në shumë kultura ngjyrat kanë kuptime të veçanta. E kuqja për dashuri dhe fat, e bardha për paqe dhe pastërti, e gjelbra për shëndet dhe pasuri. Zgjedhja e ngjyrës bëhet sipas dëshirave që ka për vitin e ri. 8. Pastrimi i shtëpisë dhe hapja e dritareve. Pastrimi i shtëpisë para vitit të ri simbolizon largimin e energjive të vjetra. Hapja e dritareve në mesnat bëhet për të lënë të dalë vjetra dhe për të ftuar energjinë e re dhe fatin e mirë brenda shtëpisë. 9. Largimi i borxheve dhe pagesa e detyrimeve. Ky ritual lidhet me idenë që viti i ri duhet të nisë pa barë financiare. Pagesa e borxheve dhe detyrimeve simbolizon një fillim të pastër dhe më të qetë për vitin që vjen. 10. Vendosja një luleje të freskët ose bime të gjalla pranë derës. Lule dhe bimët e gjalla simbolizojnë jetë, rritje dhe energji pozitive. Vendosja e tyre pranë derës besohet se sjell harmoni, fat dhe mirëqenie për të gjithë familjen. Gjërat që duhet të bëjmë gjatë vitit të ri. 1. Hani 12 rush për fat. Ky ritual vjen nga Spanja dhe është një nga më të njohurit në botë. Çdo kokër rushi përfaqëson një muaj të vitit të ri. Duke i ngrënë në momentin e ndërimit të vitit, besohet se çdo muaj do të sjellë fat, mbarësi dhe lajme të mira. 2. Hidhni ujë nga dritaret ose balkoni. Në shumë vende të Azisë dhe Amerikës Latine, uji përdoret si simbol pastrimi. Hedhja e ujit në mesnat përfaqëson largimin e problemeve, lotëve dhe energjive të këqija të vitit që po mbyllet. 3. Kërceni ose hidhni këmbë mbi prag. Ky veprim simbolik përfaqëson kalimin nga e vjetra tek e reja. Kërcimi mbi prag besohet se ndihmon për të lënë pas pengesat dhe për të hyrë në vitin e ri me fat dhe sukses. 4. Përqafoni të dashurit ose miqt. Momentet e para të vitit të ri konsiderohen shumë të rëndësishme. Përqafimi simbolizon dashuri, bashkim dhe harmoni, dhe besohet se lidhje që forcohen në atë moment do të jenë të forta gjatë gjithë vitit. 5. Ndezja e fishekzjareve, dritave dhe bërja e zhurmës. Zhurma dhe drita janë përdorur prej shekujsh për të trembur të keqen. Fishekzjaret, muzika e fortë dhe dritat simbolizojnë gëzim, mbrojtje dhe fillim të ri plot energji. 6. Hani diçka të ëmbël, mjalt ose ëmbëlsira. Ushqimet e ëmbla përfaqësojnë një vit të ëmbël me gëzim dhe pa hidhërime. Në shumë kultura, mjalti hahet posaçërisht për të pasur fjalë të mira dhe marrëdhënie të qeta gjatë vitit. 7. Vishni rroba të reja dhe të pastra. Ky ritual lidhet me idenë e rinovimit. Rrobat e reja simbolizojnë fillime të reja, ndryshim dhe një kapitull të ri në jetë. Edhe rrobat e pastra kanë të njëjtin kuptim simbolik. 8. Mbani sende metalike ose monedha në xhep. Metali dhe monedhat lidhen me stabilitet dhe siguri financiare. Mbajtja e tyre në momentin e ndërimit të vitit besohet se sjell para dhe qëndrueshmëri gjatë gjithë vitit. 9. Prekni dru ose objekte prej druri.
Ky ritual lidhet me besimin e lashtë se druri sjell mbrojtje dhe jetë të gjatë. Prekja e drurit në mesnat besohet se largon fatin e keq dhe sjell stabilitet. 10. Hidheni kripën në pragun e derës. Kripa është simbol pastrimi dhe mbrojtjeje. Hedhja e saj në prag besohet se mbron shtëpinë nga energjitë negative dhe sjell qetësi për familjen gjatë vitit të ri. Para se të vazhdojmë me listën dhe nëse ju ka pëlqyer videoja jon, do ju luteshim të na bënit një subscribe. Pas vitit të ri 1-2 janar. 1. Mos pastroni shtëpinë dhe mos nxirrni gjëra nga shtëpia. Dita e parë e vitit shihet si themel për gjithë vitin. Pastrimi ose nxjerrja e sendeve besohet se largon fatin, bollëkun dhe energjinë e mirë nga shtëpia. 2. Hani diçka të ëmbël sapo zgjoheni. Mëngjesi i parë i vitit ka rëndësi simbolike. Ushqimi i ëmbël përfaqëson një vit me gëzim, lajme të mira dhe më pak hidhërime. 3. Mbani gjithmonë para me vete dhe mos i shpenzoni. Ky ritual lidhet me ruajtjen e bollëkut. Nëse ditën e parë të vitit nuk shpenzoni para, besohet se financat do të jenë më të qëndrueshme gjatë vitit. 4. Dilni nga shtëpia me këmbën e djathtë. Këmba e djathtë simbolizon fat dhe drejtim të mirë. Dalja e parë nga shtëpia me këmbën e djathtë besohet se përcakton rrjedhën pozitive të vitit. 5. Mos bëni zënka, ruani qetësinë dhe buzëqeshni. Sjellja e ditës së parë shihet si pasqyrim i gjithë vitit. Qetësia, fjalët e mira dhe buzëqeshja simbolizojnë një vit pa konflikte dhe tensione. 6. Hani drithëra, oriz ose fasule. Këto ushqime përfaqësojnë shtim dhe bollëk. Konsumimi i tyre në ditët e para të vitit besohet se sjell stabilitet financiar dhe mirëqenie. 7. Mbajeni shtëpinë të ndriçuar dhe hapni dritaret për pak minuta. Drita simbolizon jetë dhe energji pozitive, ndërsa ajrosja ndihmon në rinovimin e energjisë së shtëpisë. 10. Përcaktoni personin që do hyjë i pari në shtëpi. Në shumë kultura, personi i parë që hyn në shtëpi pas vitit të ri konsiderohet shumë i rëndësishëm. Nëse ai është i qeshur dhe me fat, besohet se i gjithë viti do të jetë i mbar për familjen. Ushqimet që duhet të ham. 1 rushi 12 kokra. Ky ritual vjen nga Spanja dhe është shumë i njohur në mbar botën. Çdo kokër rushi përfaqëson një muaj të vitit të ri dhe besohet se sjell fat dhe mbarsi. Gjatë gjithë vitit, tradita thotë që duhet i hani një nga një me secilën goditje të orës në mesnat. 2 thjerrzat ose fasulet. Në Itali, Amerikën Latine dhe vende të tjera, këto drithëra simbolizojnë parat dhe bollëkun. Hëngrja e tyre në natën e vitit të ri besohet se sjell stabilitet financiar dhe prosperitet gjatë gjithë vitit. 3 buka ose buka e rumbullakët. Buka e rumbullakët simbolizon bollëk dhe stabilitet familjar. Forma e rumbullakët përfaqëson jetën e plotë dhe përfundimin e një cikli të vjetër duke nisur një vit të ri të begat. 4 mishi i derit. Në shumë vende evropiane, mishi i derit simbolizon përparim dhe fat. Ky ritual lidhet me idenë se deri gërmon përpara dhe kjo përfaqëson sukses dhe zhvillim gjatë vitit të ri. 5 shega. Shega është një simbol i fatit, begatisë dhe pjellorisë, veçanërisht në rajonin mesë dhe lindjen e mesme. Konsumimi i saj në natën e vitit të ri besohet se sjell prosperitet dhe energji pozitive për familjen. 7 arat, lajthit ose bajamet. Këto fruta të thata simbolizojnë shëndet, forcë dhe energji. Konsumimi i tyre natën e vitit të ri besohet se sjell qëndrueshmëri dhe vitalitet gjatë gjithë vitit. Frutat e rumbullakta si mollët, portokallet ose shegët simbolizojnë ciklin e plotë të jetës dhe fatin. Në vende si Filipinet, këto fruta përdoren për të thirrur fat dhe energji të mirë gjatë vitit. 10 djathi i bardhë. Djathi i bardhë përfaqëson pastërti, mirëqenie dhe shëndet. Konsumimi i tij në natën e vitit të ri simbolizon qetësi dhe një fillim të pastër për vitin e ri. Ushqimet që nuk rekomandohen të konsumohen për vitin e ri. Peshku. Në shumë kultura besohet se fati ikën ose rrëshet nëse hahet peshk natën e vitit të ri. Kjo lidhet me idenë se peshku lëviz shumë dhe simbolizon pasiguri financiare. 2 pul ose shpend. Shpendët gërmojnë mbrapa dhe për këtë besim, hëngrja e tyre simbolizon kthim pas ose ngjecje në vitin që vjen. Shumë njerëz e shmangin atë për të mos ndikuar negativisht fatin. 3 ushqime shumë pikante. Ushqimet shumë pikante mendohet se sjellin grindje, tension dhe nervozizëm gjatë vitit. Për një fillim të qetë dhe pa probleme, zakonisht këshillohet të shmangen. 4 ushqime shumë të hidhura. Ushqimet e hidhura lidhen me vështirësi dhe sfida. Shmangia e tyre natën e vitit të ri simbolizon dëshirën për një vit më të lehtë, me gëzim dhe pa tensione. Këto janë besime dhe tradita, jo rregulla, por që shumë njerëz i ndjekin për fat të mirë dhe mbarsi. Çdo veprim, qoftë i vogël, është një mundësi për energji pozitive dhe gëzim. Dhe meqense jemi prag festash, urojmë të jetë ky vit i mbushur me gëzim, shëndet të mirë dhe fat në çdo hap që hidhni. Le të realizohen të gjitha ëndrat që keni,
të krijoni kujtime të bukura dhe të shijoni çdo moment. Gëzuar vitin e ri 2026.